Milioneri Adrian Kelmendi ishte tipi I njeriut që nuk besonte kurrë se bota mund ta befasonte. I kishte parë të gjitha tradhti, mashtrime biznesi, fjalë të ëmbla të rreme, njerëz që vraponin pas pasurisë së tij si bletët pas mjaltit, që nga momenti që kishte ndërtuar perandorinë e tij financiare, ai kishte mësuar një rregull të hekurt. Besoi të gjithëve vetëm aq sa të mos të shkatërrojnë jetën. Por kishte një gjë, vetëm një, që I rinte mbi kokë si dielli mbi tokë. Fëmijët e tij, Arti 9 vjeç dhe Mela 6 vjeç. Që pas divorcit, bota e tij ishte thyer në dysh. Ishte ndarë nga gruaja, jo sepse donte, por sepse duhej. Mes tyre kishte vdekur ajo lloj dashurie që u shehet çdo ditë me mirëkuptim e sakrificë. E megjithatë, ai nuk lejoi kurrë që kjo të prekte fëmijët. I donte më shumë se jetën. Për këtë arsye, kur punsoi shërbëtoren 32 vjeçare, Enën, ai e bëri pas një seleksionimi të gjatë të rrep. Donte dikë që jo vetëm të dinte të pastronte një vilë gjigante me 3 kate, por dikë që të ishte I butë, I durueshëm dhe I kujdesshëm me fëmijët. Dhe, për çudi, Ena I kaloi të gjitha testet. Ajo duke e qetë, e butë në fjalë, e mbyllur në vete, e përkushtuar. Në fillim gjithçka ishte e mrekullueshme. Por ngadalë pas e fëmijët lidhen shumë me të. Madje tepër. Mela flinte shpesh në prehrin e saj. Arti tregonte sekrete që nuk I kishte thënë kurrë as të Atit. Kjo e gëzoi, por edhe e shqetësoi. Një instinkt I brendshëm që nuk kishte emër, I thoshte se diçka nuk shkonte. Por nuk kishte asnjë provë, deri atë mëngjes, deri në ditën kur ai u kthye 5 orë më herët nga udhëtimi I biznesit, dhe ajo që pa I rrëzoi botën me forcën e një orteku. Aty fillon historia jon. Ora ishte 10. 15 e mëngjesit kur avioni privat I Adrianit u ul në pistën e aeroportit. Askush nuk e priste. Stafi I kompanisë mendonte se udhëtimi I tij në Itali do të zgjaste edhe 2 ditë. Ai vetë kishte vendosur të kthehej pa paralajmëruar. Pse diçka e trazonte prej ditësh? Një ndjesi që nuk e kishte emrin, por që e shtynte fort. Gjithçka nisi kur Arti, para se Adrian të nisej, I tha: "Babi, mos shko." Ena zemërohet kur t'i ikën shumë kaq. Një fjalë e shkurtër e pafajshme, por që I kishte ngrirë shpirtin. Pse duhej të zemërohej Ena? Ç'lidhje kishte ajo me udhëtimet e tij? E kishte pyetur të ëmën e fëmijëve, ish bashkëshorten, dhe ajo vetëm kishte ngritur supet. Nuk e dinte, nuk I interesonte. E gjitha ishte pa përgjigje, dhe kështu ai vendosi, duhet të kthehej pa paralajmëruar. Vila ishte heshtur kur makina e zezë me xhamat e errët ngjiti kodrën. Njerëzit e sigurimit nuk e dinin për kthimin e tij. Porta elektrike u hap vetëm me kartën magnetike të makinës. Adriani doli pa zhurmë, mbylli derën ngadalë dhe u drejtua drejt hyrjes kryesore. Rallëherë ishte ndjer kaq I tensionuar. Zemra I rrihte shpejt, por nuk dinte përse. Në kokë I silleshin fjalët e djalit të tij. Ena zemërohet kur t'i ikën hapi derën me kujdes. Brenda kishte qetësi të çuditshme, pothuaj e frikshme. Në atë shtëpi zakonisht në këtë orë dëgjoheshin zërat e fëmijëve, hapat, qeshjet, zhurma e televizorit. Tani asgjë. Asnjë tingull, u nis drejt shkallëve, por para se të ngjitej dëgjoi diçka. Një zë I ulet si këngë. Si një ninull, zëri vinte nga dhomat e poshtme, aty ku ndodhej dhoma e ndenjes së fëmijëve. Nuk ishte zëri I fëmijëve. As Jenës që zakonisht fliste butë, jo me këngë. Ai heshti, hapi derën pak nga pak, dhe ajo që pa I ngriti gjakun në fyt. Në qendër të dhomës, Ena ishte ulur në tapet, me një qese të madhe ngjyrë argjendi para saj. Në qese kishte 10 lodra, fletore, vizatime, madje edhe disa fotografi familjare të fëmijëve. Në dorë mbante një çakmak të vogël, po I digjte. Po digjte sendet e fëmijëve. Në tapet ishin ulur përballë saj Arti dhe Mela, të dy të heshtur të ngrirë fytyra të friksuara, sikur dikush u kishte mbyllur fjalët në gojë. Tani shikoni mirë, tha ajo me një ton të frikshëm, të butë dhe të errët njëkohësisht. Duhet të më besoni mua. Vetëm mua. Askush tjetër nuk ju do si unë. Arti uli kokën. Mela I shtrëngoi gishtat e saj të vegjël derisa ato u zbardhën. Dhe Adrani nuk mori frymë më, ai nuk e dinte se çfarë po ndodhte. Pse ajo po digjte sendet e fëmijëve? Pse ata ishin të trembur? Çfarë po përpiqej ajo të arrinte? Ishte sikur të shikonte një skenë që truri nuk donte ta pranonte. Ena ngriti kokën në atë moment. Sytë e saj të zinj, të errët, e pandrejtë dhe buzët I lëvizën ngadalë. Ajo buzëqeshi, një buzëqeshje e ftohtë, e dija që do vije Adrian. Por mendoja se do vije nesër, fëmijët lëvizën. Arti fshehu fytyrën me duar. Mela nisi të qante pa zë, Adriani bëri një hap para, çfarë po ndodh këtu?
Zëri I tij mezi doli I shuar, por me zemër të përflakur, Ena ngriti çakmakun duke ndezur, po pastroj. Po fshi çdo gjurmë që ju lidh me të kaluarën. Po ju jap një fillim të ri. Tani jemi familje. Ne të tre dhe ti, kur të duash të bashkohesh. Tha ajo e qetë, je çmendur. Shpërtheu ai ajo u ngrit në këmbë me lëvizje të ngadalëta, por të kontrolluara. Çakmaku DJ ende jo, Adrian. Thjesht po bëj atë që duhet. Të tjerët nuk I duan këta fëmijë. Por unë po ua shpëtoj shpirtin. Fëmijët ishin ngritur tashmë dhe u afruan pran babait, por nuk flisnin. Ishin të shokuar, Adriani ju afrua Enës, mjaft, I tha ai me një zë që dridhej nga nerva dhe frika. Lëri sendet e fëmijëve. Largoje çakmakun, Ena uli dorën ngadalë, por nuk e mbylli çakmakun. E la të DJ, nuk e kupton Adrian, tha ajo duke hedhur syt drejt fëmijëve. Ata nuk janë më të sigurt pa mua. Ti je gjithmonë larg. Nëna e tyre nuk I do. Dhe askush tjetër s'ka qenë pranë tyre si unë. Pastaj hapi qesen edhe më shumë, brenda kishte një foto e Adrianit me fëmijët në det, e prerë në meskukulla e preferuar e Melskapuçi I artit një fletore ku ishte shkruar babi. Më merr me vete herën tjetër një arush I vogël, I grisur Adrianit ju drodhën duart, pse po I djeg. Çfarë I ke bërë fëmijëve të mi? Ena mori frym thellë. Po I liroj, po I shpëtoj, po I bëj që të mos kenë nevojë për askënd, veç meje. Nexhmia më mësoi gjithçka. Më tha që fëmijët e braktisur duhet I marr dikush që I do me shpirt. Unë jam ajo. Unë jam e vetmja që I dua, Adriani ngriti vetullat. Kush është Nexhmia? Ena heshti për një sekond. Pastaj përshpëriti, nëna ime. Ajo që u dogjë përpara syve të mi kur isha fëmijë, sepse askush nuk I erdhi në ndihmë. Ashtu si këtyre fëmijëve. Por unë nuk lejoj që historia të përsëritet. Ajo ngriti çakmakun drejt arushit, arti bërtiti. Mos e digj, zëri I tij u përplas në mure si një thi. Adriani ju drejtua me shpejtësi Enës dhe I kapi dorën fort. Në ato qaste, ajo nuk reagoi. Vetëm e shikoi thellë në sy, ti nuk e kupton misionin tim ende. I tha me një zë që tingëllonte si këngë zymt. Adriani ja rrëmbeu çakmakun dhe e hodhi në dysheme. Mbaroj, I tha ai. Largohu nga shtëpia. Tani, Ena e uli kokën për disa momente. Pastaj tha shumë qetë, shiko dritaren ai u kthye. Dhe në atë moment e kuptoi se ajo që kishte nisur ishte shumë më e thellë se thjesht djegja e lodrave. Sepse në dritare kishte ngjyrime të gjata me bojë të kuqe, të cilat fëmijët I kishin bërë. Jo për qejf, por sepse dikush u kishte thënë t'i bënin, ishin shenja, simbolika që dukej si rreth mbrojtës cikël I mbyllur mos futu brenda fëmijët po I pikturonin çdo ditë në urdhrat e Enës. Ena nuk ishte thjesht e çrregullt. Nuk ishte thjesht e lodhur. Ajo kishte një plan, një bindje, një ide fiksuese. Adriani e mori frymën me zor, dhe Ena buzëqeshi përsëri. Gjëra më të mëdha do të zbulosh, Adrian. Shumë më të mëdha. Heshtja që ra në dhomën e fëmijëve, duke e trash si mjegulla e një mëngjesi dimri. Fëmijët rinin të kapur pas trupit të babait, ndërsa Ena qëndronte e palëvizur, sikur po e studionte reagimin e tij. Për një moment dukej se ajo nuk po merrte më frym. Syt I rinin hapur, të fiksuar në një pikë të padukshme, sikur një film I vjetër I rikthehej në kujtesë dhe e kapte peng. Adriani e shtyu fort çantën e lodrave drejt këndit të dhomës dhe u përpoq të ruante qetësinë. Por zemra e rrihte aq fort sa mendonte se fëmijët do ta ndjenin përmes trupit të tij. Ena, kjo është çmenduri, përshpëriti ai. Nuk mund të vazhdosh kështu. Më thuaj çfarë ke bërë me fëmijët. Çfarë u ke thënë? Ajo ktheu kokën, duke lëvizur me atë ngadalësi të frikshme që e shoqëronte gjithmonë. Nuk fliste me nxitim, nuk dukej e trembur. Përkundrazi ajo dukej e sigurt, e bindur se ajo që po bënte ishte e drejta absolute. U kam thënë të vërtetën që ti thua, tha ajo duke ngritur pak zërin. U kam thënë që bota është e rrezikshme, që njeriu që ata besojnë më shumë mund t'i lërë një ditë, ashtu siç babai im la mua. Arti bëri një hap prapa, pa e kuptuar vetë. Ai nuk e kishte parë kur Enën të fliste ashtu. Kur Adriani ngriti vetullat I hutuar. Babai yte Ena qeshi. Ishte një qeshje e shkurtër e thatë, pa shpirt. Ai iku kur isha 5 vjeçe. Na la në një dhomë me qati të qarë, me borë që hynte brenda. Nëna ime u sëmur dhe një natë kur ndezi sobën për të na ngrohur, flaka mori të gjithë barin e thatë që kishin për kafshët. Unë rash të flija dhe kur u zgjova, ajo po digjej përpara syve të mi. Kërkova ndihmë, por askush nuk erdhi. Sepse ishim të varfër. Sepse nuk na donte njeri. Sepse ai burr që duhej të ishte aty, u largua. Ashtu siç largohesh ti zëri I saj u thye pak në fund.
por buzëqeshja nuk u zhduk. Dhe fëmijët e tu meritojnë më shumë. Më shumë se ti, shtoi ajo me një ton të ulët, Mela u fut edhe më shumë në krahët e babait. Ne të duam babi, përshpëriti ajo. Ena e dëgjoi dhe trupi i saj u tendosi një hark i shtrënguar. Jo, zemër. Nuk e kupton. Dashuria juaj është e verbër. Ai ju lë vetëm. Ai ju harron. Ai shkon e merr avion, takime, festa dhe ju mbeteni këtu me mua. A keni parë ndonjëherë që t'ju marr me vete? A keni parë t'ju zgjojnë në mëngjes? A keni parë t'u laj flokët? Fëmijët heshtën, nuk dinin ç'të thoshin. Jo sepse kishin frikë, por sepse ajo po ushente një dhimbje që ata e kishin ndjer ndonjëherë. Ata e donin babain, por ndjenin mungesën e tij. Ena e dinte këtë, dhe e kishte përdorur. Adriani ul në gjunjë duke i vështruar fëmijët në sy. Më falni nëse kam munguar. Më falni nëse keni ndjer vetmi. Por unë nuk kam shkuar kurrë për t'ju lënë. Kam punuar për t'ju ndërtuar jetë. Por ju jeni gjithçka për mua, tha ai me zë të ulët. Fëmijët u shkrinë në përqafimin e tij. Ena i pa. Dhe me njëherë syt i ndryshuan. U turbulluan. U errësuan. Diçka brenda saj u thye. Jo, mërmëriti ajo duke bërë 2 hapa prapa. Kjo s'duhet të ndodh. Ju ishit të mit, vetëm të mit. Tani ai po ua merr zemrën. Ai po ua helmon mendjen kundër meje. Ai do t'ju braktis prapa. Adriani u ngrit. Mjaft. Do flasim me qetësi. Do të thërë asdik që mund të ndihmoj. E shoh që je në gjendje të rënduar. Nuk je mirë, në qast. Ena e ngriti kokën si një mace që ndjen rrezik. Të më ndihmoj. Kush? Psikologët tuaj të paguar. Mjekët që japin ilaçe për t'i heshtur njerëzit. Jo, Adrian. Nuk kam nevojë për ndihmën e askujt. Jam më e qartë se ty. Unë jam ajo që po kujdeset për fëmijët. Jo ti pastaj u kthye drejt dritares, aty ku ishin vizatuar simbolet. Me dorë të dridhur preku një prej tyre. Ky është rrethi i mbrojtjes. Kështu më mësoi nëna ime. Kur unë isha vogël, ajo më thoshte, nëse ke frikë, vizato një rreth e futu brenda tij. Askush të prek. Dhe kur ajo vdiq, unë vizatova rrethe për një muaj rresht. Askush nuk më erdhi. Ashtu siç nuk të vjen ty kush kur je vetëm në këtë shtëpi të madhe, Adrian. Ai u afrua ngadalë. Ena, të lutem, lëre këtë. Eja me mua. Do flasim jashtë. Ajo bëri 2 hapa mbrapa, duke u larguar prej tyre si një kafshë egër e plagosur. Jo, nuk dal. Nuk largohem. Fëmijët duhet të vinë me mua. Duhet i çoj diku të sigurt, para se të jetë vonë, para se ata të humbasin siç humba unë. Ti nuk e kupton, kam parë ëndra, kam parë shenja, kam parë nënën time që më thot, Meri, mbroji. Dhe unë i mbrova. I mbroj, duke u djegur lodrat. Bërtiti Adriani, ajo e nguli shikimin tek ai. Lodrat janë kujtime që i lidhi me të kaluarën. Kur njeriu do të filloj jetë të re, duhet të heqë të vjetrën. Ti nuk e kupton, por ata po kuptojnë. Ata po hapin syt, arti u dridh. Unë nuk dua të vi me ty, Ena. Dua me babin, fjalët e tij ranë si thik. Ajo ngriti dorën sikur donte të kapte ajrin, sikur bota e saj u coptua. Arti, mos e thuaj këtë. Mos, zëri i doli i mekur. Adriani u afrua edhe një hap. Do t'i lësh fëmijët. Do dalim. Do flasim jashtë kësaj shtëpie. Ose unë thëras me njëherë policin. Në atë moment, sikur të kishte dëgjuar një kërcënim jete, Ena lëvizi. Shpejt, tepër shpejt. Ajo vrapoi drejt korridorit, duke lënë pas fëmijët dhe Adrianin që u turr pas saj. Korridori kumbonte me hapat e tyre. Ena preku derën e kuzhinës, e hapi, hyri dhe mbylli me njëherë. Adriani mbërriti disa sekonda më vonë dhe e tërhoqi derën me forcë. Ishte mbyllur nga brenda. Ena, hap derën, ai trokiti fort. Shumë fort, Ena. Më dëgjon. Hap derën tani, asnjë përgjigje. Vetëm një tingull i lehtë, një kërcitje, një përpjekje. Fëmijët u afruan duke qarë. Çfarë po bën aty brenda? Bërtiti Adriani dhe atëherë dëgjoi zërin e saj, i qetë, shumë i qetë, po përgatis gjithçka. Për pjesën e fundit, për gjën që ti nuk e kupton, por do ta mësosh shpejt. Shumë shpejt, dhe me atë ton të ftohtë, ajo shtoi. Nëse unë nuk mund t'i mbroj këta fëmijë, askush nuk do t'i ketë. As ti. Askush. Adriani t'i humbi ngjyra e fytyrës. Ena, çfarë po planifikon? Hap derën tani. Ajo qeshi, një qeshje gjatë e përzier me lot. Do ta shohësh. Adrian, do ta shohësh tani. Dera e kuzhinës qëndronte e mbyllur. Duke u dridhur lehtë sa herë Adriani e godiste me shuplak. Nuk ishte thjesht e kyçur.
ishte si një mur që ndante dy botë krejtësisht të ndryshme. Nga brenda drita binte e zbet, sikur dikush e kishte mbuluar llambën me një leckë të errët. Dhe në ajër përhape një aromë e çuditshme, një përzierje fort barishte të djegura dhe uthulle. Fëmijët qëndronin të ngjeshur pas murit, duke qarë në heshtje. Arti e mbante motrën për dore, impir, i ngrirë nga frika. Ena. Bërtiti Adriani duke e goditur derën edhe një herë. Po e thëra as policin. Mos bëj asgjë të pamenduar, nga brenda u dëgjua vetëm një zhurmë metalike. Si goditja e diçkaje të rëndë mbi tavolinë. Pastaj zëri i saj që doli përmes drurit. Pse po trembesh, Adrian? Unë po përgatis vetëm atë që duhet. Ajo që më mësuan mua. Ajo që më shpëtoi mua. Rituali nuk dëmton njeri përveç atij që duhet larguar nga jeta e tyre. Adriani u drodh. Cili ritual? Ena qeshi me atë qeshjen e saj të frikshme, që dukej më shumë si gërvishtja e metalit mbi xham. Rituali i ndarjes së shpirtit nga hije që i ndjek. Ndajmë të mirën nga e keqja. Ju nuk e dini, por ka gjëra që qëndrojnë pranë këtyre fëmijëve. Gjëra që i afrohen kur ti je në avion, kur je në hotel, kur nuk je këtu. Ena. Mbylle këtë. Hap derën, por ajo vazhdoi sikur se dëgjonte. Nëna ime më tregonte se kur një burr i braktis fëmijët e vet, një hije hyn në shtëpi. Një hije që ushqehet nga vetmia e tyre. Dhe unë e pash këtë hije këto ditë. Ulej pranë krevatit të Melës. Frynte mbi qafën e artit kur flinte. Ti nuk e sheh, por unë e shoh. E ndjej, fëmijët shpërthyen në të qara edhe më shumë. Adriani u mundua të mos e tregonte panikun që i kishte ngrirë gjakun. Ai e shtyu fëmijët pas vetes, i uli në këmbët e shkallëve dhe nxori telefoni. Dora i dridhej aq shumë sa mezi mund të shtypte numrat. Mos lëvizni. Mos bëni zë. Babai është këtu. Mos kini frikë. Pëshpëriti ai ndërsa syt nuk i shiteshin nga dera, telefonoi urgjencën. Por përpara se të fliste, dera e kuzhinës u tund sikur dikush brenda e shtyu me forcë nga ana tjetër. Mos thirr njeri, Adrian. Klithi Ena. Nëse vjen njeri këtu, gjithçka do të prishet. Gjithçka. Rituali nuk ndërpritet. Ai e mbylli telefonin me dorë që dridhej. Ena dëgjo. Çfarë rituali po bën? Çfarë do të thotë ndalimi i hijes? Në vend të përgjigjes, ajo filloi të këndonte. Një këngë të ulët të vjetër, me një ritëm që dridhej si një ninull e zymt, si kur vinte nga një tjetër kohë. Kënga i ngriti fëmijëve qimet përpjet. Adriani u përkul pranë vrimës së qelsit, brenda drita kërcente dhe lëvizte, si flakës qiriu, por me nuanca jeshile. Aromat u bën më të forta, dhe pastaj ai pa diçka që e çoi zemrën në fyt, pa enën e sobës të hapur, dhe mbi të një tenxhere të madhe me ujë që vlonte. Aty pranë, një tas me shkrimet e çuditshme me karbon. Disa figura prej balte. Një blok letre i hapur. Disa gërvishtje të lëna me thik në banakun e kuzhinës. Ena, zëri i tij u drodh. Çfarë ke ndërmend të hedhësh në atë ujë? Ajo nuk u përgjigj. Por ai e dëgjoi një zhurmë të lehtë, si diçka e vogël që përplasej në brendësitë të tenxheres. Ai ngriti duart mbi fytyrë. Jo, sot. Ena, më thuaj çfarë po hedh në atë ujë. Ajo më në fund foli, lodrat e vjetra, Adrian. Ato që mbajnë frikën, vetmin dhe kujtimet e keqia. Duhet t'i pastroj. Pastaj vjen pjesa e dytë, ndarja e tyre. Nëse duam që hije të mos kthehet, duhet të pritet lidhja me burimin. Me vdekjen. Me braktisjen, çfarë po flet? Burimi e të, Adriani u shtang. Në atë qast, Ena filloi të murmuriste fjalë të pakuptueshme në një gjuhë që ai nuk e njohu. Fëmijët u futën nën krahët e babait duke bërtitur. Babi mos e lër të na marr. Adriani tërhoqi drejt dhomës së gjumit dhe i futi brenda duke mbyllur derën. Mos dilni. Mos dilni derisa t'ju them unë. Ai u kthye sërish te kuzhina dhe i ra derës me gjithë forcën. Ena, ndale këtë tani. Mos u afro te fëmijët, brenda, zëri i saj u bë pothuaj i panjohshëm. I trash, i errët, mendoi Adrian, nëse i dua aq shumë fëmijët e tu sa jam gati t'i pastroj nga e keqja. Pse nuk mendon për një sekond se ndoshta e keqja e tij? Hap derën, jeti ai që mungon. Jeti ai që nuk sheh. Jeti ai që i lë vetëm. Ti je hija, mjaft, dhe rituali thot që hija duhet të largohet. Me zjarr, me ujë, me errësirë. Një zhurmë tjetër u dëgjua brenda si fërshëllim, si ndezje çakmakësh. Ena çpondez aty heshtje. Pastaj ajo pëshpëriti, aq butë sa ju mpiks gjaku në vena. Ai që s'ditën të shpëtonte mua nuk do të shpëtoj as këta, por unë do t'i shpëtoj. Do t'i marr me vete. Në vendin ku as ti, as hije, as bota nuk mund t'i gjej. Vetëm unë. Vetëm unë.
Zëri i saj tashmë ishte krejt rëqethës. Bota nuk do t'i marr kur. Janë të mi. Janë fëmijët e mi tani. Adriani e kuptoi në atë moment. Ena nuk ishte më shërbëtore. Nuk ishte as vetëm një grua e plagosur. Jo, ajo kishte krijuar një realitet të vetin, dhe në atë realitet, ajo ishte nëna e fëmijëve të tij. Dhe çdo gjë tjetër që rrezikonte këtë iluzion duhej zhdukur. Adriani bëri 2 hapa prapa dhe nisi të vraponte drejt telefonit, duke rënë thuajse në gjunjë ndërsa kërkonte numrin e urgjencës me gishta që nuk po i bindeshin. Por përpara se të shtypte thirrje, dëgjoi një krismë të fortë brenda kuzhinës, një përplasje, një ulërim. Një klithmë që ngriti drithma në çdo qelisë të trupit të tij. Enaa. Bërtiti ai dhe nisi t'i binte derës me shkelma, por dera nuk hapej, nuk lëvizte, asgjë, dhe nga brenda për herë të parë nuk dëgjoi asnjë zë, as këngë, as frymëmarrje, as lëvizje. Vetëm tik-tak, tik-tak, tik, një orë gatimi që binte në mur dhe asgjë tjetër. Zëri i fëmijëve pushoi krejt papritur. Dhoma e vogël ku ata po luanin u zhyt në një heshtje thuajse të pashpjegueshme. Sikur gjitha ajrit të ishte ndalur në pritje të shpërthimit të radhës. Ana, shërbëtorja, rinte ulur në dysheme me dorën e saj ende të shtrirë drejt luanit. Gati t'i jepte edhe një kartë tjetër loje. Por kjo gjë mbeti pezull në ajër. Në fytyrën e saj frika tashmë kishte marrë trajt të dukshme, jo sepse kishte bërë diçka të keqe, por sepse nuk ishte mësuar kur të përballej me një burr që shpërthente si bisha kur trazoheshin emocionet brenda tij. Milioneri, Aleksandri, vazhdonte të qëndronte në këmbë në prag të derës, i ngurtë, me duar që i dridheshin butë, gishta që i mblidheshin në grusht e syt që i ndryshonin dritë çdo sekond. Fëmijët, Luani dhe Aria, ishin strukur pas Anës, një detaj që e goditi edhe më fort. Ata nuk po fshiheshin pas tij siç bënin gjithmonë. Ata po kërkonin mbrojtje nga dikush që nuk ishte ai. Ky ishte çasti që e vrau më keq se çdo tradhti që imagjinata mund t'i krijonte. Jo ideja që Ana po bënte diçka të keqe. Jo frika se mos ajo kishte cenuar fëmijët, por pamja e fëmijëve të tij që kërkonin siguri diku tjetër. Ana mori frymthell dhe u ngrit më në fund me duar që i dridheshin lehtë. Zotëri, zëri i saj u qa, por ajo vazhdoi, më lini t'ju shpjegoj. Aleksandri ngriti dorën, por jo në mënyrë kërcënuese. Ishte një gjest që e bënte vetëm kur ishte në kufijtë e mbajtjes nën kontroll të vetvetes. Çfarë po ndodhte këtu? Pyeti ai ngadalë, me një ton që më shumë të ngrinte gjaktojsinë se sa të qetësonte. Ana i hodhi një vështrim të shpejtë fëmijëve. Pastaj, duke se gjeti një lloj guximi brenda vetes. Po Luanim, tha ajo thjesht. Ka kaq kohë që ata ju presin. Më kanë kërkuar t'u lexoj historira, t'i puthoj për gjumë, t'u gatuaj, t'i dëgjoj. Dhe unë thjesht ndali, si t'i vare fjala në fyt, fëmijët u afruan edhe më shumë tek ajo. Aria i mbërtheu dorën Anës, ndërsa Luani u mbështet pas këmbëve të saj, sikur të kërkonte të bëhej njësh me trupin e shërbëtores që u kishte dhënë më shumë ngrohtësi se gjithë shtëpia e tyre e ftohtë me mermer e gjam. Në atë moment, Aleksandri mori frymthell dhe papritur ul ngadalë në dysheme. Ishte pa imagjinueshme për të që kjo tablo, e thjesht në dukje, ta çante aq shumë. Por e bëri. Ai ra në gjunjë si njeri që e kupton për herë të parë se fëmijët e tij kishin jetuar pa të Ana u shtang. Fëmijët e pa me sytë e qelët, ngrohtësia e të cilëve zbuti vetëm pa kakullin brenda tij. Doja t'i surprizoja, foli më në fund Aleksandri me një buzëqeshje të hidhur. Doja të kthehesha herët. E kisha idenë që do të më prisnin duke më vrapuar në krah. Heshtja u kthye sërish. Por këtë herë nuk ishte rënd. Ishte mbushur me një të vërtet të hidhur, të pambushur për vite të tëra. Ana ul ngadalë pranë tij, jo shumë afër, por aq sa të mos e lënte atë të dukej i vetëm. Zotëri, fëmijët ju duam. Vetëm që çfarë? E ndërpreu ai, por pa zemërim, thjesht me frikën e një babai që nuk e njeh realitetin e vet. Ana u përtyp lehtë dhe pastaj tha. Vetëm që shpesh nuk jeni këtu për t'ua treguar. Fjalët i ran Aleksandrit si tulla mbi gjoks. Fëmijët e tij nuk i kishin munguar kur asgjë materiale, por gjithçka emocionale. Ai shikoi fëmijët dhe pastaj Anën. Çfarë po bëje konkretisht kur hyra? E pyeti ai sërish, tani më i qetë, sikur kishte nevojë të dëgjonte fjalët me zë të lartë, jo thjesht me syt. Ana buzëqeshi lehtë, me ato buzëqeshje që lindin nga ndjenja e fajit të paarsyeshëm. Po i mësoja t'i lidhin këpucët, tha. Aria s'diende. Luani mundohet, por e humbet durimin shpejt, kështu që bëra lojë me letra që t'i shpërqendroja. Aleksandri uli kokën. Gjithë ky shpërthim, gjithë kjo dramë që lindi nga një keqkuptimi, një zemre të lodhur. Por ndonjëherë faktet nuk shërojnë plagët e heshtjes. Faleminderit, tha i papritur, Ana u shtang. Fëmijët u kthyen dhe e pan baban e tyre si të mos e kishin parë kur më parë. Ai po fliste me zë të ulët, me zë të ngrohtë.
Me zë të një njeriu që kishte humbur diçka pa e kuptuar, dhe po e gjente sërish fal kujdesit të dikujt që s'ishte familjar, Ana uli syt. Nuk kam bërë asgjë të veçantë, mërmëriti ajo. Jo, tha ai duke tundur kokën. Ju keni bërë për fëmijët e mi atë që unë s'kam ditur të bëj për vite. Dhe kjo është diçka shumë e veçantë. Ana u përpoq të buzëqeshte, por syt filluan t'i mbusheshin me lot. Jo nga ndonjë emocion romantik, jo nga frikë, por nga një lloj përulësie që vetëm njeriu që ka dhënë shumë papritur asgjë mund ta kuptojë. Kjo nuk ishte fundi i konfliktit. Në fakt, ishte vetëm qarja e parë e murit që Aleksandri kishte ndërtuar mes vetes dhe fëmijëve të tij. Ana e vuri re këtë. Ajo e dinte që pas mbrëmjes së sotme gjithçka do të ndryshonte. O për mirë, o për shumë më keq, shtëpia një herë e heshtur dhe organizuar. Tashmë dukej sikur kishte marrë frymë për herë të parë. Fëmijët ishin ende të ngjitur pas Anës, por kur Aleksandri zgjati duart, ata u afruan. Me stepje, me ngurrim, por u afruan, dhe kjo gjë I dogji dhe e shëroi një herësh, mund t'i puthem për natën. Pyeti ai ngadalë, Ana e pa me sy të mëdhenj. Ishte habitur që ai po kërkonte leje prej saj, por kjo vetëm tregon sa shumë ishte coptuar brenda vetes. Sigurisht, tha ajo me një zë kaq të butë sa duke gati si lutje. Fëmijët ju afruan, por frika e tyre e vogël ishte ende aty. Aleksandri përqafoi, jo me forcën që përdorte zakonisht kur donte të shfaqej si baba krenar, por me një butësi që I vinte vetëm nga zemra e një njeriu që sapo kishte kuptuar se kishte humbur vitet e jetës. Kur fëmijët u futën në krevat, Ana mbeti në prag të dhomës. Aleksandri qëndroi pa kohë më shumë brenda, duke I parë, duke I shikuar sikur s'kishte parë kurrë. Pastaj doli. Ata mbetën në korridor, ball për ball, dy të rritur që deri tani kishin parë vetëm rolet, por jo të vërtetën e njëri tjetrit. Nesër dua të flasim, tha Aleksandri I lodhur. Ana uli kokën. Jam gati, tha ajo. Por ajo nuk e dinte dhe as Aleksandri nuk ishte kuptuar ende që biseda e nesërme do të nxirrte në dritë diçka që do ta trondiste shtëpinë në themel. Dhe sa ajo çfarë ai pa sot, nuk ishte asgjë krahasuar me të vërtetën që ende nuk ishte thënë. Mëngjesi erdhi I qetë, por jo I zakonshëm. Në këtë shtëpi zakonisht zihej veç kafja, tingëllinte telefoni I menaxherit të Aleksandrit. Dhe Ana përgatiste mëngjesin me ritmin e saj të heshtur. Por sot, atmosfera ishte tjetër. Ajri kishte një peshë të padukshme, një pritje zgjatur që të gëryente nervat. Fëmijët u zgjuan herët, si gjithmonë, por këtë herë nuk shkuan direkt tek Ana. U shfaqën në korridor, sikur po lëviznin mbi tokë të huaj. Nguruan. Pastaj me hapa të vegjële të pasigurt, shkuan drejt dhomës së babait. Ana I ndoqi me sy nga kuzhina. Aleksandri ishte zgjuar para tyre. Në të vërtetë kishte fjetur pak. Kishte ndezur dritën e lampës pranë shtratit dhe kishte qëndruar ulur thuajse gjithë natën duke menduar. Kishte menduar për gjithçka, për veten, për fëmijët, për mungesën e tij, për çastin e djeshëm që e kishte rrëzuar krejt. Kishte menduar edhe për Anën. Ajo çfarë kishte parë dje nuk ishte diçka e frikshme. Ishte e dhimbshme sepse tregonte se dikush tjetër po bënte rolin e tij. Dhe kjo plagos më shumë se çdo gjë. Kërkesa e parë që dëgjoi këtë mëngjes ishte një zë I vogël. Babi, jemi zgjuar, ai ngriti sy. Dhe për herë të parë në një kohë të gjatë, u përpoq të buzëqeshte me ngrohtësi pa forcë, pa lodhje, pa arrogancë. Mirëmëngjes, shpirtat e mi fëmijët u afruan. E pan, u siguruan që nuk ishte më I zemëruar. Vetëm kur u siguruan, u hodhën në krahët e tij. Ai I përqafoi me një afsh të brendshëm që as vet nuk e priste nga vetja. Ana qëndroi në prag, duke parë këtë pamje. Nuk e di pse, por një lot I vetmuar I rrëshiti nga syri. Ajo nuk e dinte nëse ishte gëzim apo frikë për atë që duhet I thoshte Aleksandrit sot. Kur fëmijët u ulën për mëngjes dhe zëri I tyre mbushi shtëpinë, Ana dhe Aleksandri mbetën vetëm në korridorin që lidhte kuzhinën me salloni. Ai e thirri but. Ana, mund të flasim tani, ajo e kishte pritur këtë. Ju thau duart në përparse dhe ndoqi, u ulën në sallon. Ajo në skaj të koltukut. Ai në anën tjetër I përkulur pak përpara. Dua të më thuash çdo gjë, nisi ai, çdo gjë rreth cilës pjesë? Pyeti ajo me një tingull që tregonte se brenda saj kishte më shumë se një histori për t'u thënë. Ai ngriti kokën I hutuar. Më the që do flisnim. Që kishte diçka më shumë se ajo që pash dje. Ana mori frymthell, po. Ka, atëherë toni but, por I prerë të lutem ma thuaj. Ana uli syt dhe foli, fëmijët janë të mrekullueshëm, të ëmbël, të mençur, të dashur, por kanë qenë shumë të vetmuar. Shumë, që kur nëna e tyre iku, Aleksandri ngriti vetullat, Ana rëndësi ka e vërteta.
E vërteta që dua ta dëgjoj sot, dhe ajo e dha, zonja juaj nuk u largua thjesht. Ajo ju la, i la fëmijët, dhe më kërkoi mua t'i tregoja që do kthehej, që nuk i kishte braktisur. Më kërcënoi me humbjen e punës nëse nuk u thoja këtë për rallë çdo natë. Sikur toka t'i hapej, çfarë po thua? Zëri Aleksandrit u thye. Po ju them të vërtetën që askush nuk pati guxim t'ju a thoshte. Ajo iku. Nuk donte t'ja dinte as për shtëpinë, as për fëmijët, as për ju, ai mbeti pa frym. Pse askush s'më tha gjë? Pyeti ai me një zë që tingëllonte si fëmijë që kërkon të kuptoj. Ana e pa drejt, sepse ju ishit i zënë me punën. Ju vetë largoheshit, ndihmonit financiarisht, por nuk shikonit askënd në sy. Shtëpia nuk ishte vend ku mund të flitej. As me ju, as për ju, fjalët e saj nuk ishin të ashpra, ishin të sinqerta. Ishin të vetme që mund t'i ndryshonin jetën. Aleksandri uli kokën dhe mbërtheu syt në tokë. Çdo fjalë Anës e shponte brendin e tij, por jo me urrejtje, me të vërtetën e një babai që kishte humbur vite në iluzione. Ka edhe diçka tjetër, tha Ana papritur. Aleksandri ngriti syt i friksuar. Çfarë mund të ketë më keq se kaq? Ana lëvizi duar. Po dridheshin, Aria vajza juaj flet natën në gjumë. Ka muaj me radhë. Ai ngriti kokën me një lloj tmerri të brendshëm. Çfarë thot? Ana mezi mbante lotët. Ajo thot, mami, mos haro të më marrësh me vete, mos më lër këtu, mos më lër vetëm. E heshtur, e pa dëgjuar, e pa dashur nga dikush që supozohej ta donte. Zëri Arianës në gjumë ishte britma një fëmije që e kishte humbur nënën 2 herë, një herë kur iku, dhe herën tjetër kur askush nuk i tha të vërtetën. Ana vazhdoi. Luani nuk qan kur para askujt, por kur është vetëm në dhomën e tij qan. Më ka gjetur 2 herë. Më tha se ka frikë se edhe unë do iki si ajo. Në atë moment, Aleksandri nuk duroi më. Syt ju mbushën me lot, dhe për herë të parë në vitet e fundit, nuk i fshiu. I la të bien, pse s'ma that më parë? Pyeti ai. Ana u përgjigj qetë, sepse nuk do të dëgjonit. Nuk e shihnit askënd, dhe sepse nuk doja të humbisja punën dhe t'i lija fëmijët me dikë që mund të mos i kuptonte. Këto fjalë nuk ishin më kritika, ishin shpëtim. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? Pyeti ai, i thyer. Ana u ngrit në këmbë. Nuk ju afrua, por qëndroi si dikush që jep këshillën më të vështirë të jetës së vet. Fëmijët duhet të dëgjojnë një të vërtetë të madhe nga ju, të vetmen që mund t'i shëroj. Cila është ajo? Ana e preku zemrën e saj, që mami i tyre nuk do kthehet më, dhe që ju nuk do I lini kur. Ai u ngrit. Tani duke më I fortë se në çdo moment të këtij rrëfimi, do t'ua them. Por Ana lëvizi kokën, jo tani, jo me nxitim, jo me zemërim, jo me lot, vetëm kur të jeni gati. Dhe sot ju nuk jeni gati akoma, dhe pastaj ajo shtoi. Ka edhe një gjë tjetër që duhet të dini. Ai ngriti vetullat. Ajo mori frym thellë e vendosur. Unë po kërkoj të largohem nga puna. Zemra e tij u ndal, fjalë për të cilat nuk ishte as pak gati. Pse? Pyeti me zë të dridhur. Ana e pa drejt në sy, sepse fëmijët janë lidhur shumë me mua. Aq shumë sa tani ju po dukeni si I huaj për ta. Dhe unë nuk mund të zëvendësoj nënën e tyre. Nuk është roli im, nuk është e ndershme. Ai u afrua një hap. Por ata kanë nevojë për ju, jo. Tha ajo. Ata kanë nevojë për ju. Aleksandër heshtja u bë trash, e rënd, gati e pakapërcyeshme. Në atë çast fëmijët hynë në sallon me vrap. Babi, do luajmë? Pyeti Luani. Babi, do më lidhësh flokët? Pyeti Aria. Aleksandri pa Anën. Ana uli syt. Ai u përkul, përqafoi fëmijët dhe tha: Po, zemrat e mia, sot do jem me ju. Gjithë ditën fëmijët u gëzuan dhe u larguan duke vrapuar në korridor. Kur ata u zhdukën, Ana bëri gati të largohej drejt kuzhinës, por Aleksandri e thirri. Ana, ajo ndaloi, ju falenderoj për gjithçka që keni bërë, për çdo gjë që unë nuk bëra dot. Ana buzëqeshi me pikëllim. Shpresoj që tani do t'i bëni ju. Ajo u kthye dhe u largua. Ngadalë, me hapa që tingëlloni si kapitulli I fundit I një historie të gjatë, të dhimbshme dhe të vërtetë. Aleksandri qëndroi në mes të sallonit dhe e kuptoi. E vërteta e paimagjinueshme e jetës së tij nuk ishte ajo që gjeti dje kur u kthye herët. Ishte kjo. Ndonjëherë njerëzit që paguajnë për të na ndihmuar bëhen të vetmi që dashurojnë vërtet ata që ne kemi harrua.